Mirëmëngjesi, ju përshëndes, mirë se erdhët në Reze Dielli. Në programin e sotëm, edhe në prak në fakt të ditës botërore të dhurimit të gjakut, do të ndalemi tek një projekt cili pikërisht synon këtë. Rritjen e vullnetarëve të cilët dhurojnë gjak në vendin tonë, projekti quhet Ripresa, përfaqësuesit e saj dhe vetë personi i cili merret prej 20 vitesh me vullnetarët të cilët dhurojnë gjak për persona të cilët kanë nevojë. Do të na tregojnë rreth këtij 3 vjeçari çfarë ka ndodhur me makinën lëvizëse, kanë qarkulluar në të gjithë vendin, ku kanë mbledhur, kanë grumbulluar gjak nga dhurues, duke përhapur këtë informacion dhe mbi të gjitha, duke mundësuar të japin mundësi këtyre dhuruesve të parandalojnë gjendje sëmundje shëndetësore. Përmes analizave që kryen përpara se të dhurohet gjaku, çdo dhurues merr paketën e analizave falas, tek të cilat sigurisht mund të evidentoj gjendje apo problematika shëndetësore të cilat nuk i ka ditur më parë. Gjithashtu, rrisia tjetër e projektit Ripresa sjell pikërisht aplikacionin Udhuroj, të cilin mund të shkarkoni të gjithë ju në telefonin tuaj dhe përmes të cilit mund të merrni informacionet e duhura se cila është pika më e afërt e bankës së dhurimit të gjakut. Të gjitha këto dhe kategoritë të cilët dhurojnë, çfarë përfitimesh kanë ata që dhurojnë, përveç se shpëtojmë 3 jetë njerëzish me një dhurim gjaku, shpëtojmë 3 jetë njerëzish. Na ndiqni pas pak në bisedën me mjekët përfaqësues në studion tonë. Tani do të shkojmë në kuzhinë të gatuajmë. Jemi në kuzhinë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Si kemi sot menun e ditës tonë? Besoj se Mirë? Si fundjavë? unë se Albana them mirë. Më pas anvisat me japin verdiktin e tyre. E verdikti tyre Po, është i mirë, do dukuri, thon. është Po, ai mirë. që na intereson shumë. Pra, di unë thash lëkurat e limonit do t'i bëj reçel. Pra nëse mbani mendje, unë mora limonat dhe për të bërë atë pijen e ftohtë, mora limonat i vendosa pak që të ziejnë. Zjerja mund të jetë thjesht vetëm 5 minuta në ujë të vluar, për të zbutur dhe për të kaluar dhe lëngu është më i kollajt për ta marrë. Patjetër që në limonat mua më duhet që të kisha edhe ekstraktin e lëkurës. Gjë që unë largova pjesën e brendshme të tult nga limoni. Dale, një sekond. Se është pak Patjetër që lëkura nuk është ja. Largoj të gjithë të pjesë lëkure. Si që kam, e pres në shirita të hollë. E lë të zjej avash. Pra unë tani shtova pjesën tjetër. Shtoj dhe pakës fare ujë. Kam masën e sheqerit dhe dua që të bëhet në formën e kristal, si kristalin lëkura. Unë do të shem më pak, se sheqer ka më tepër dhe lëkura ka më pak. Dhe e lë që të bëhet duke e ndihmuar me pak kanell dhe vanilje. Sërisht e përziej. Ja. Kam pjesën e tult të limonit, gjë që i kam marrë lëngun. Po, lëngun e kemi shfrytëzuar. E shtoj me pakës ujë, sepse unë i kam marrë lëngun dhe si unë të lëshojnë lëngun e tyre. Sërisht.
Mund ta kaloni duke e kaluar në sit. Do na dali një reçel ndryshe nga reçelat e tjerë, të ketë edhe pak vetët ëmblës edhe shijen e thartë të limonit, aromën e limonit, sepse lëkurat vërtet kanë aromë shumë të mirë. Pra, kur themi gjithmonë, jo vetëm revolucioni në frigorifer dhe revolucioni i produktit, pra çdo pjesë e produktit mos të shkojë dëm. Ja. Tashmë kjo pjesë mua nuk më duhet, por nuk mbaron këtu, sepse në shumë mirë tek vazot hapim gropza të vogla, disa gropza të vogla në vazo ose në tokë ku i kemi dhe shtojmë lëkurat e limonit, të shegës, po. Sepse janë ushqyes, patjetër. E përziej dhe sërisht e vendos. Dhe e lë të zihen avash. Përsa, po e mira është që të zihen për 1 orë e gjysmë. Ajo është idealja. Kaq më duhet si recet dhe largoj të gjitha. Largojmë edhe tullin e limonit, pra përgatisim si recet të parë reçelin me lëkura limoni. Recetën do ta gjeni edhe në rrjetet tona sociale, përveç se është e shkruar për të i marrë përbërësit, lëkurat e 6 deri në 8 limon, 500 gram sheqer, 500 ml ujë, lëngu i 1 limoni, 1 shkop kanele dhe 1 vanilje që është opsionale nëse e doni aromën e saj apo jo në këtë reçel. E ndoqët dhe procedurën, kështu që po e lëm avash, sepse do kohën e vetë për të përgatitur edhe temperaturën e ullët. Me ta lë diku të ndezur pjesën tjetër këtu, edhe të kalojmë në kungujt e mbushur. Atë e heq këtë pjesë. Kungujt, lulet e kungujve. Po, edhe dje kishim të mbushur me mish të grirë dhe oris, një recet e Stinës. Sot të shfrytëzojmë lulet e kungullit, që janë të bukura, të ngrënshme, të shishme. Pra, kam në fillim le të merrem me mbushjen. Kam gjizën, kam edhe një vezë. Do të shtoj pakës krip dhe normalisht koper. Kopri më duhet me shumicë, pra është opsionale kopër majdanoz. Sepse duhet të mbizotëroj aroma e bimëve aromatike. Kërcejnë dhe më pas më pak majdanoz. E dua për recet tjetër. E kaloj. Të gjithën dhe filloj dhe e punoj. Pra numërëm dhe njërë gjizën, vezën, pak krip dhe koper majdanoz për mbushjen e luleve të kungullit, si që është dhe receta që po kalon me strish, me gjizë, koper dhe të skuqura më pas në qull. Kjo është mbushja. Ja. E lë paksa të mpikset. Marë produktet e tjera bëjmë qullin, në një tas, sepse, si që thamë, do të skuqen. Do të shtoj miell, një seshte, plur pjekës, mas kripe dhe ja që nuk më duhet, I largojmë tasat që s'duan. Lëri këtu, mos u
Kam patjetër ujë të gazuar. E mban atë fryrjen e qullit si më aktive, nga që ka pikërisht të gazin. Ja, pra qulli, do ta bëjmë fiks në masën që, pak a shumë si qulli që përgatitëm për... Po, e bëm me erza. Po. Ull pak nxehtësinë. Që në moment që unë do të zhys, tamam në zhytje, lulen e kungullit që është e mbushur, ta mbaj brumin, pra ta mbaj të qëndroj e brumin. Po, për lyer. të mbajtur brumin, e dim shumë mirë që s'përkatën me miell. Por, ne na ndihmon shumë mirë dhe vetë ndërtimi i lules, sepse e kemi është e ashpër si puna e bamjes. Kështu që tekstura e saj ashpër ban që brumi të jetë Ja ku e kam edhe ngjitur. Masën e qullit. Kjo është masa e qullit. Nuk duhet e holl fare, nuk duhet shumë e trasht, sepse po t'jetë e trasht, ajo do jetë brum nga brenda. Dhe i lë të dyja. Patjetër, që do më duhet sigurisht edhe spërkatja. Do të spërkasim lulet e kungullit, ndërkohë do të vendosim dhe tiganin me vaj për të ngrohur vaj. Sa të fillojmë këtë proces, bëjmë një shkëputje tonën, është mesazhi promocional që vjen për ju dhe kthehemi shpejt. Fillojmë me mbushjen e luleve të kungullit. Kemi përgatitur mbushjen të parën, kemi qullin, ku të t'i zhysim për t'i skuqur më pas në vaj. Dhe ja, kështu do të veprojmë njëra pas tjetrës. Patjetër që duken dhe më bukur kur janë të mbushura. Janë super të shishme. Na duhet pak, ushqyeshme gjithashtu. faktikisht, na duhet pak qëndisje. Na duhet pak qëndisje. Koper, me shumicë, krip, mund të vendosin edhe, do se dëshironi mund të vendosin edhe pak limonë, por kemi kujdes. E perime që i hahet çdo gjë. Kemi kujdes që brendësia e lules së kungullit ka diçka në formë pistili që i largohet diku me 4-5 fara. I largohet ajo mas dhe pra pastrohet. Normalisht pastrojmë pjesën e brendshme, të poshtme. Alaja. Përveç se të bukura kështu? Edhe, po të jenë sa më të fresa, sepse faktikisht nuk gjen edhe kollaje, faktikisht. Sepse i marrin për lokalet. Një sezon të bëjnë një dakordsi që i marrin për lokalet. Këtu. Le të bëj të parat. Do të jetë ngrohur dhe vaj dhe i zhysim tek qulli, tek brumi. Rezeta siç po qarkullon, strisha, kemi lule kungulli, siç tham, të mbushura me gjiz dhe koper, po ashtu të skuqura në qull. Spostoj që të kem e largoj që mos të pengoj asnjë gjë, asnjë pamje. Pra shikoja. Do dhe pak vaj. Do dhe pak, sa unë të vendos. Po fillimisht të zhytën në qull, bëjmë këtë pudrosje. Po të doni ju, normalisht e pa i kaluar në miell, po t'i kalojmë në miell është më safe. Shumë mirë mund t'i kaloni në qull. Direkt pa miellin. Edhe pak sa. Të ngrohet mirë vaj. Dhe ja, kjo është edhe struktura që do të ketë qulli, as shumë i hollë dhe as shumë i trash, në mënyrë që
Ka që delikate sa që janë këto lule? Lëm bishtin. Ja, u vendose para, skuqim. Kemi boqet vogla. Boqet vogla të mbushura. Ka një gjë që me kalimin e kohës, kjo mas normalisht që trashet. Prandaj shtojmë ujin e gazuar. Ja, opa, këtu, ja. Ose më mirë, dikur, kur ishim të vegjël, pyesnim prindrit, si na keni lindur. Atere kishte tabu. Edhe thoshin erdi leleku, solli leleku, jo për të guri çakmakut, kanë qenë dikur disa çakmak me gur, por më legjendare ka qenë që erdi leleku, erdi pelikani. Opa. Ndërsa sot s'ka nevoj fare të pyesin se gjejnë Po sepse është përgjigjen edukata gjithë. edhe shumë mirë. Edhe shumë mirë. Mos ish gomare madhe dhe mos dish. Mbaj mend. Po t'isha shtatzane nga muaj 9. Dhe normalisht, mamaja punonte ishte ginekologe. Në atë kohë kishte dalë në pension. Dhe duke ngjitur një malore, e bëja shpesh atë malore, e bëja 3-4 herë në ditë atë malore, isha dhe ere. Edhe i them në nëstime, është mos informacioni që ne nuk merrnim, dhe pse unë kisha një nën ginekologe. Mama i them, më duket se do lindi, thash sot. Ajo ecën dhe buzëqesh. Vazhdi prapë edhe më thosha, unë kisha sikletin e malores, edhe shikoj atë që vinte buzën në gaz. Eja bi, eja goca ime, eja tha. Nuk është ka që kollaj të lindësh. Pra, dhe shqyr që janë këto informacione. Po informacionet me bazë, informacionet e një moshë të duhur. Sa zjati staj me që se ishe në muajin e 9 nga e ditë? Kishe ko. Kisha ko. Ja, shiko, fillojnë. Gati 4 lullet e kungullit të para, të mbusha me gjithë koper vezë, të zhytura në qull, dhe gati për ti konsumuar. Do dalin shumë të bukurale të tjerat, do t'i vendosim pastaj, nëse duam për shembull që t'i shoqërojmë me pak rakimat e faqoren e rakis, apo me birë, sepse gjithmonë këto pije kërkojnë që të kenë erza më të fuqishme. Vendosni pak në gjysmë, pak fare specdjeks, fare specdjeksi. Okej, për më shumë ajo do jetë shumë ideale, sepse do t'ju japi atë shijen në fund fare pak të ëmbël. Marr një letër të para dhe të tjera ti gatuajmë gjatë publicitetit, po besoj për anvisat është mëse e kuptueshme e gjithë puna, gjithë procesi që ne ndoqëm për përgatitjen e kësaj recete. Së bashku i përmendim edhe një herë përbërësit e recetës, ndërkohë që ja shifini 4 të parat sa të bukura kanë dalë. Lule kungulli të mbushura me gjizë dhe koper, të skuqura në qull. 500 gram lule kungulli, 250 gram gjizë e freskët, një kokër vezë, koper i grirë, majdanoz i grirë, mund të shtoni ara të ndryshme, të grira i mët krip, piper i zi. Për qullin ju duhet 150 gram miell, 100 gram niseshte, ujë i gazuar, i ftohtë, ose copa akulli, një vezë, një majluge çaji plur pjekës, pak krip dhe vaj lule dielli për skuqjen e luleve të kungullit të mbushura. Ne do të vazhdojmë me 4 shenë e dytë dhe do të rikthehemi pas publicitetit me një tjetër recetë. Këto kanë dalë të shkëlqyera, të lumshin duart. E shikoni, nuk kanë ra unë. Se thoni Albana. Po nami të delë të... Uj, ku qa kalli për kërdin. Isha shumë po pa provuar, shumë të mire kanë dalë. Të bëfshin mirë. Lumshin duart. Kemi, mund të quan petula, mund të quan tek qoftet faktikisht, ku mbizotëron brumi më tepër, quhet petull. Ku mbizotëron produkti më tepër, perimja quhet qofte. Pra, unë do bëj vetëm një ndryshim të vogël nga receta. Pse? A është e premte sot. Dhe normalisht unë dua që të gjitha produktet unë t'i kaloj në funksion të gatimit.
kam patlıgjanët cilat i kam prerë, ose në shirita ose kaq hollë. I marrim dhe i shtrydhim. Ja. Pra, largoj lëngun, ujin e tepërt. Kam miellin. Por nuk do të largoj miellin që kam këtu. Në kemi gati. Pa, e kam gati. Do të shtoj një mas më tepër mielli. Shtoj patlıgjanët. Aty do të nxjerrim përsëri lëngje, kështu që do ta ekuilibroj me miell. Kam qepët e njoma. Bishtat e qepëve të njoma. Vendosa. Do të shtoj dhe masën, pjesën që mua më ngeli nga bimët aromatike. Nuk më duhet dhe një prerje shumë e imët. Bollshëm, pra bollshëm edhe majdanoz, edhe bishta qepësh. Do të shtoj krip, piper. Dhe ndërkohë, shif, reçeli Edhe zjen. reçeli me lëkurat e limonit që gatuam në pjesën tonë të parë. Një shtesë, nuk më duhet të shtoj lëng limoni. Pse? Sepse ju e pat që unë limonin pastrova, hoqa të gjithë brëndësin në thojzat të tullë, sepse ne kemi hequr lëngun, por janë, dhe tek pjesa që ka të si membran, normalisht me pak ujë, unë e kalova në rende, e kalova në blender, pastaj në sit, dhe ndihmon është njësoj se puna e lëngu të limonit. Pra nuk duhet të shtoj lëng limoni, por duhet avash, derisa kjo shtresë të filloj të kristalizohet. Okej. Largohem nga jo pjesë tani. Do të shtoj në qullin që unë kam, pra që unë kisha nëse shte miell. Do të shtoj miell akoma edhe më tepër. Lë një mas që ta kem, do të shtoj piper, sikur se do të shtoj dhe krip. Një lugë për përzierjen e masës. Dhe pa tjetër, një tigan, unë kam tiganin që skuqa thjesht, kam larguar vajin. Shtoj, ja të shtoj pak vaj, shumë pak. Do të shtoj, e mira është po të shtoj pak gjiz, i shkon jashtë mase. I shkon jashtë mase kjo masë. Se ne na mbeti nga sepse mua më mbeti, juve nuk i shtoni. Po. Unë thjesht e kam riciklim. E punoj duke shtuar një vezë. Ju e keni 2 vezë sepse keni masa të tjera. Në recetën e shkruar pra janë me gramaturat të tjera, ja do të tregoj unë tani gramaturat e përbërësve të tjerë të kësaj recete. Do t'ju ndihmojmë her pas here duke i lexuar dhe ju, sepse anvisat kur telefonojnë, nuk e kapa, nuk e mora, kështu që bëjni foto direkt dhe keni aty gjithmonë në galerinë tuaj. Kemi recetën tjetër pra, kjo është e luleve që ne gatuam, e përfunduam, e shijuam dhe ishin të shkëlqyera lulet e kungullit, të mbushura me gjizë dhe koper, gjithsesi përsëri e morët recetën, e do ta gjeni dhe në YouTube-in e Reze Dielli. Tani kemi petulla me patlıcan, ju duhen 2 patlıcan të vegjël,
të prera në copza, 2 vezë, miell 150 gram, 200 ml ujë, 2-3 qep të njoma të grira, 1 lugë çaj krip dhe pak piper. I përzijem të gjithë përbërësit e lexuar. Ngrojmë gjithë edhe një herë tiganin me vaj dhe i skuqim. Ja. Kjo mas. Të lutem një gotë me ujë që të vendosësh që të mundem unë. Të vendosësh lugën mos na ngjis. Ja. Vendosim tani lug-lug. Faktikisht, masa lug-lug duhet jetë një masë më e madhe. Kjo, e tillë, ja. E tillë duhet jetë si masë. Masa është e lidhur, përbërësit janë të duhur. Ulim pak nxehtësinë që të bëhet mirë. Ama se ja. Që të mos ngelen tani më kryqëzoni, më pushkatoni. Provoj, se ishte shumë e mirë bërë dhe pizë. Ma ikt. Ke shko vazhdo pastroni. Është gjiza me gjiza që... Pastro shpejt e shpejt, se kështu është... Niki me çaj pastrojmë? Kështu është... Hajde se ta heqim mjollën, kollaj. Veri pak miell fillimisht, përthithet yndyra që të ka rënë të këmisha. Ja. Edhe pak qumësh. I kemi të gjitha, ja, shife. Sikur t'i kishim bërë gati. Një njollë. Ashtu. Kuella ashtu. Aty. Është dhe e bardhë, kështu që e përthith mielli yndyrën fillimisht, të pikuar aty. Me të bardha veshuro, zbukuruar si ylli mëngjesi to. Zbukuruar, po... I kena dhe gjitha këto, gjera qine vogëlo, përse bën si ku nuk do, me shamin e vëndrito. Ama, në kam të turshë në gocën. Turpi për... Për njerëzit është. Unë e ha turpin me bukë. Këtu? Tani, si përbarua më duket mua. Për heqen e njollës shumë mirë, qumë është. Sidomos njollat e salcës, funksionon shumë më mirë, i vendos fillimisht dhe pastaj patjetër në lavatriçe. E lë të përthithet mirë, edhe kur flasim, me zemër të bardhë. Nuk ngelet ajo hija pastaj e yndyrës apo e çdo lloj. Pra, mos thoni që nuk ju japim edhe këshilla se si duhet të pastroni. Ti nuk e kishe menduar, planifikuar. Jo, nuk e kisha menduar, as e kisha menduar që gjiza do rrithe. Atëherë, i kaloj në krahun tjetër. Petulla qofte si do doni quajni, por... Urdhëroja. E rëndësishme është që janë përfshirë dhe vinë në shije të ndryshme. I kemi sjellë me perime të ndryshme, kemi sjellë me qep, me presh, me qofte patatesh, perimesh kombinuar me shije të ndryshme, dhe ja ku vime dhe me patlıxhanët. Këto duhet jenë pak më të mëdhaja. Që të keni njolla më shumë në veshje. Por këto petulla apo qofte mund t'i kombinoni shumë mirë dhe me ndonjë salcë të bardhë përgatitur vetë, përsëri me koper, me tarator shkojnë, thjesht me kos, e i gjeni kombinimet sipas shijeve. Pra, mund të zëndësoj një vakë të lehtë, por sigurisht mund t'jenë dhe shoqëruese shumë të mira të recetave të tjera që ju keni gatuar. Ne ju gjejmë idet e gatimit, ju pasaj më den e dini vetë. I largojmë bërkohë edhe reçeli lukurave të portokallit, zjenë në gëzjarë të ngadalë, të ky... A më jep një qelq që është me buzët e floririt, aty poshtë sa të heqëm të, sepse dua që të kaloj reçeli. Qelq me buzët e floririt. Pa.
S'ka është. Është një super përshkrim. Është një super përshkrim. Kur themi kalamari, meri që ka të, hame mam ka, hame atë, i kikse marrë vetë. Kjo ndodhë. Atëherë, 1 cëkë, 2 cëkë, 3, 4. E gjeta apo e gjej vetë? Albana që e gjeta, unë po buzët e Floririt që i kanë lënë diku. E gjej vetë, ja ku e gjej vetë, ja. Qelq me buzë Floririt. Sepse këto janë mamat shqiptare. Këto janë mamat shqiptare. Që aty që ka në mëndë mendojnë si dinë dhe fëmijët. Të shtëpia ime edhe për mëndër, do më thë këtu. Po normalisht. Në kuzhinë ngatrohen me njëra tjetrën, kjo duhet ftohet tani, që të largohet kjo pjesa e shkumës. E lë pak sa të ftohet. Unë vetë si Albana e kaloj sërisht në sit lëngun. Dhe derë sa ajo kristalizohet. Tje që se i do gjatë gjërat, të skuqim apë ja. Do bjerë pak volumi dhe është gati. Në Në frigorifer do të shihni në një ditë kur ne të gatuam dhe të sjellim reçelin e lëkurave të limonit, duke e shoqëruar me petulla apo gatime të tjera, siç kemi vepruar me karotat. Ja edhe receta e tretë këtu bashkë me të tjerat. Kjo është ryeza jonë për sot. Kemi sjellë reçelin të parin, lulet e kungullit të mbushura me gjizë dhe koper dhe këto qofte me patlıcan, me erza, qep të njoma, miell, vezë e meradhë. Do t'i gjeni recetat të përshkruara dhe të ndara veçmas në kanalin tonë në YouTube, se cilën më vete, dhe më ndishni dhe në rrjetet tona sociale me të njëjtin emër, Reze Dielli kudo, në YouTube na bëni dhe subscribe. Pas pak do të vim me një bisedë me mijët tanë, të cilët do të flasim për ditën botërore të dhurimit të gjakut, pse kjo ditë është e rëndësishme, por jo vetëm kjo ditë, por gjithë viti për të solidarizuar, për të dhuruar gjak, për të shpëtuar jetë. Dihet që me një të dhuruar gjak, ne shpëtojmë 3 jetë njerëzish. Në çë mënyrë ka funksionuar Ripresa këto 3 vite, është një projekt italo-shqiptar, duke ndihmuar, nxitur dhe rritur numrin e dhuruesve vullnetar të gjakut. Për personat të cilët mund të dhurojnë, janë të shëndetshëm, nuk përdorin ilaçe apo nuk kanë sëmundje kronike, të shpëtosh jetë është gjëja më e mrekullueshme. Kështu që na ndiqni pas pak me mesazhet e bukura. Sepse bëhet edhe pastrimi i gjakut, trupi ka nevojë që ne të japim gjak. S'ka nevojë trupi ynë, se ne nuk kemi të smur, po ka nevojë që të paktën 2 herë në vit e të japim gjak. Është puna magazinës që ti heq. Po. Dhe pastaj ajo oqelizat fillojnë dhe riprodhohen. Të lumshin duart, gati do t'i shijojmë tani me një herë, ju pres pas pak në bisedën tonë. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Në prag të ditës botërore të dhurimit të gjakut, do të flasim sot për një projekt tepër ambicioz në fakt, që quhet Ripresa, prej 3 vitesh i mbështetur nga Bashkëpunimi Italian dhe Shqiptar, ka 3 vite që po zhvillon aktivitete konkrete në Shqipëri, në qytete të ndryshme, anë e mban vendit tonë, për rritjen e personave që dhurojnë gjak. Këtë akt solidariteti që shpëton jetë. Padyshim që përveç këtij projekti do të mësojmë diçka më shumë se në ç'fazë jemi për parandalimin, sepse përveç se mund të dhurojmë gjak përmes këtij procesi dhe akti solidariteti që shpëton jetë, patjetër që mund të shpëtojmë edhe veten tonë në radhë të parë përmes masave parandaluese, përmes analizave që kryhen para se dhuroj gjaku, do të mësojmë diçka më tepër se cilët janë personat të cilët dhurojnë gjak, çfarë përfitojnë, për cilat kategori është nevojshëm. Mendoni që me një të dhuruar gjak ju shpëtoni 3 jetë. Me specialistët tanë do të flasim diçka më tepër, do të kuptojmë se çfarë realisht po ndryshon me qytetarët shqiptar. Jemi në studio me doktor Natale Capodikaza, është presidenti i Organizatës Shqiptare të Dhuruesve Vullnetar të Gjakut dhe një nga figurat më aktive në promovimin e dhurimit vullnetar të gjakut në vend. Ka 21 vite që ka krijuar këtë organizatë edhe është, le të themi, një person shumë i rëndësishëm në këtë fushë. Mirë se erdhët, doktor Natale. Kënaqësi që jeni në Reze Dielli. Faleminderit për ftesën. Jemi me doktoresh Viola Shano,
Shefe mbledhjes Gjakut në Qendrën Kombëtare të Transfuzionit. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që ndajmë së bashku këtë bisedë. Jemi gjithashtu me zotin Rolando Dani, përfaqësues i Color Albania. Mirë se erdhët. Faleminderit. Kënaqësi. Prej 3 vitesh tashmë, programi Ripresa, apo jo, një bashkëpunim shumë i rëndësishëm që ka bërë të mundur rritjen e numrit dhe promovimin e këtij akti solidar për gjithë qytetarët shqiptar, jo vetëm në Tiranë, po kudo. Kështu që na flisni pak më tepër doktor Natali se kam shumë informacione se sa kaq. Po Ripresa i pare është një projekt që ishte financiar nga Kooperacioni Italiana për Zhvillimi, edhe për kjo do të falenderojmë përse ishte vërtet një program shumë e bukur. Në esencë, Ripresa nga një pjesë, juve keni folur për automoteka, një makina që shkonë në të gjitha vendi Shqipëria, më duket të kemi një gati 2 vitesh, kemi bërë 20.000 kilometra. Po nëse mund të shtoj diçka, sepse në fakt Ripresa është shumë më tepër se sa edhe automoteka. Ne kemi tashmë 3 vite e gjysmë që kemi filluar projektin dhe piknisja ka qenë pikërisht për të tentuar, për të ndërhyrë pak në këtë procesin e dhurimit vullnetar të Gjakut në disa aspekte, duke sjell për shembull aspekte që lidhen me inovacionin, me teknologjinë dhe parandalimin, që është një objektiv shumë i rëndësishëm. Në këtë projekt ne jemi disa partner lokal, ku më të rëndësishmit janë Qendra Kombëtare e Gjakut, që në fakt shfrytëzoj rastin edhe si përfaqësues i Color ti falenderoj sepse kemi patur një bashkëpunim shumë të mirë gjatë këtyre viteve. Pastaj është edhe shoqata dhuruesve vullnetar të Gjakut dhe është edhe një OJF tjetër italiane që ka po ashtu seli në Tiranë, në Shkodër dhe në Vlorë, në jug të Shqipërisë, ndërsa në Itali kemi një partner shumë të rëndësishëm që merret me anën shkencore, institutin ose qendrën kërkimore San Raffaele, që është njëkohësisht edhe universitet, edhe spital, me të cilët kemi zhvilluar disa prej algoritmave të cilët na shërbejnë për të klasifikuar rastet kur është nevojshme të vazhdohet me disa kontrole shtesë. Ndërkohë ne kemi një spot që është jo vetëm si një thirrje për dhurimin e Gjakut, por edhe një falënderim për ata që ka dhuruar Gjak dhe që përmes tyre ka shpëtuar. I ndjekim spotin. Ajo hyri pa bërë zhurmë, por me një akt që flet shumë. Si ajo, ka edhe të tjerë që në heshtje zgjedhin të bëhen heronj të dikujt. Sepse ndonjëherë pak nga ti bëhet gjithçka për dikë tjetër. Këto duartrokitje janë për ty. Sot ti bëre diferencën. Një akt i tillë meriton më shumë se një falënderim. Dhuro Gjak. Nëse jo ti, kush? Nëse jo sot, kur? Është një thirrje, është një falënderim, është një akt solidariteti për personat cilët kanë nevojë për Gjak. Jo vetëm në vendin tonë ka vite që punohet, bën fushata sensibilizuese. Në ç'fazë jemi në qendrën tuaj? Në radhë të parë dua të falenderoj dhe gjej rastin që të gjithë dhuruesit vullnetar, edhe sepse kemi ditën tonë ndërkombëtare 14 qershorin, t'i falenderojnë nga zemra sepse fal tyre ne jemi sot këtu që të flasim për ato arritje që ne kemi realizuar dhe që e flasim me krenari pasi në historinë shqiptare dikur dhurimi i Gjakut ka qenë me pagesë. Por, fal kësaj pune kolosale që është bërë ndër vite, e themi që në 2023-shin ne i kemi 0 dhurimet me pagesë. Gjë e cila është një arritje shumë e madhe dhe aktualisht ne flasim vetëm për dhurime familjare dhe për dhurime vullnetare, ku ende jemi në shifra të cilat nga viti në vit tregojnë një përmirësim të dukshëm. Pra, nëse ne do krahasojmë 6 mujorin e vitit 2025 me 6 mujorin e 2026-s, kemi një rritje domethënëse, pra diku te 25%. Kemi krijuar një kalendar tashmë gjithvjetor ku shkojmë në çdo institucion dhe falë dhe autohemotekës dhe bashkëpunimit shumë të mirë që ne kemi me projektin Ripresa, kemi bërë të mundur që të ketë çdo qytetar aksesueshmërinë në çdo vend të Shqipërisë. Pra, ne me këtë autohemotek kemi qenë nga veriu në jug, për ditë kanë qenë lëvizjet tona në mënyrë që
të merret i njëjti shërbim, të ofrohet e njëjta siguri, e njëjti standard, ashtu si kundërshta dhuruesit vullnetar mund ta merrnin në Tiranë. Absolutisht. Brenda saj janë shtretër, janë të gjitha janë dy shtretër dhe janë të gjitha kushtet e nevojshme, njësoj sikurse të vinte në qendrën tonë dhe të kryente dhurimin. Her pas here bëjmë edhe ato njoftimet tona në rrjetet sociale, ku do jemi në atë qytet, dhe që kush ka dëshirë pastaj mund të vi të marrë dhe qoftë dhe një informacion, sepse njerëzit shpeshherë janë edhe skeptik, nga që këto qasjet e reja duan pak kohë. Kemi dhe këtu një material për të treguar se sa të pafundme janë mundësit për të bërë pjesë se cili prej nesh në këtë akt kaq fisnik dhe kaq ndihmues për personat. Ja, ky është aplikacioni, ju e keni në telefon, të gjithë mund ta shkarkojnë apo jo, po më parë ndjekim një udhëzim se si mund të bëhet pjesë çdo qytetar që na ndjek përmes këtij aplikacioni. Unë dhuroj, në telefonin shkarkoheni dhe merrni shumë detaje aty apo jo. Ndjekim fillimisht videon. Aplikacioni Unë Dhuroj lidh donatorët e gjakut me qendrat e dhurimit në të gjithë Shqipërinë. Krijon mundësinë e rezervimit të një orari për të dhuruar apo konfirmimin të një pjesëmarrje të një seance dhurimi të organizuar nga shoqata e dhuruesve vullnetar të gjakut që administron aplikacionin. Aplikacioni Unë Dhuroj shkarkohet nga Play Store apo App Store. Ka dy mënyra për përdorimin e aplikacionit, si antar i regjistruar ose si vizitor. Si vizitor, pa dhënë të dhënat personale. Mund të marrësh informacion në lidhje me dhurimin e gjakut e fakte në lidhje me të nga një blog që menaxhohet nga shoqata dhuruese vullnetar të gjakut. Mund të shikosh institucionet ku mund të dhurosh gjak, pa mundur të rezervosh një takim. Mund të shikosh eventet e dhurimit të gjakut, pa mundur të konfirmosh pjesëmarrjen. Nëse regjistrohesh në aplikacion, përveç rezervimeve e konfirmimeve të pjesëmarrjes, mund të shkruash në murin e aplikacionit, po ashtu mund të vlerësosh procesin e dhurimit. Aplikacioni është ndërtuar dhe funksionon konform legjislacionit evropian për mbrojtjen e të dhënave. Aplikacionin mund ta kërkoni në App Store apo Play Store me fjalinë e vetme Unë Dhuroj. Doktor Natale, prej gati 3 dekadash apo jo, keni zgjedhur Shqipërinë si shtëpinë tuaj. Shtëpinë tuaj të dytë dhe tashmë këtë proces, pra dhurimi vullnetar të gjakut e keni kthyer si një misionin tuaj personal, mision jetësor, duke ndihmuar mijëra pacient. Më trego pak momentin kur vendosët të krijonit këtë shoqat. Atëre, unë isha dhuruese në Italia, se ere para unë dhurova si shumë ndoshta njerëz se për kurioziteti, se kur bëjnë dhurimit të gjakut vjen analiza, si kanë shpjeguar doktoresa, vjen analiza për shembull grupi i gjakut, analiza kontrollon shëndetin tuaj. Ere para unë dhurova për kurioziteti, pse ishte babi, ishte profesor, dekani një shkolla, më tha, hajde vini, ndoshta një kolega ka pasur vajza me talasemike, edhe unë dhurova, sinqerisht, më shumë për kurioziteti, jo për... Kur erdhi në Shqipëri, pastaj pash situata, që isha akoma dhuruese me pagesa, pak durimi vullnetare, ishe vetëm 2005-2004, ishe vetëm 7%, më duket të ishte shumë pak, përqindje durimi vullnetare, edhe nuk ishte periodik, kupton. Atëre unë mendova se kishin nevojë me një grup i miqin tonë, ishte disa mjekë, disa miqin tonë, e kemi krijuar se do ta fillojmë neve, mos presim dikush tjetër, kupton. Edhe kemi filluar durimi i parë, edhe pastaj unë e pasha që ishin 2 gjëra shumë rëndësishme, ishte informacione, se njerëz se kur durojnë gjak, është diçka shumë personale. Se gjaku, për shembull, nuk vjen nga laboratori, vjen vetëm nga njeriu, kupton? Edhe për kjo duhet të keni informacione drejt për drejt. Domethënë, për shembull, gjaku riprodohet, mi shpjegon ndoshta doktoresa më vonë. Do kalojmë tek pyetjet më konkrete më pas. Vjen analiza mbas durimi e kontrollon shëndetin tuaj. Neve gjithmonë flasim, kur duron gjaku është sinjal të dashuria për vetëm edhe për tjetër. Kupton? Domethënë se gjaku shkon për persona, për shembull si persona e nga talasemia ka nevojë rregullisht për gjaku, aksidente rrugor, nëna shtatzana. Për shembull në bota ka një statistikë shumë njerëz, shumë vajza
humbi jeta për mungesë e gjakut. Për mungesën e gjakut. Ka patur raste edhe në Shqipëri të këtyre llojeve, për shkak të mungesës së gjakut kanë humbur jetë njerëzish? Jo, për fat të mirë ne kemi mundur që t'u vim në ndihmë të gjithë rasteve, falë kësaj pune që ne bëjmë të përditshme, pra nuk presim rastin të bëhet urgjent dhe emergjent që ne të krijojmë atë stokun ton. Pra gjithmonë ne ruajmë një stok me grupet e gjakut dhe e mbajmë në këto raste që e përdorim për kur kemi raste të papritura, siç janë aksidentet, dhe ju vjet në dispozicion pacientit. Më pas bëhen thirrjet e duhura që të vinë sa më shumë njerëz pastaj, sepse duhet që ne ta zëvendësojmë. Kështu që për fat të mirë ne nuk kemi pasur asnjë rast që të ketë rasti i Shkodrës që u diskutua për nënën që... Jo, nuk ka qenë për mungesën e gjakut, ka qenë në dispozicion të gjitha njësitë që janë nevojitur, kështu që nga pjesa e gjakut kjo gjë ne e themi me plot gojë që ka pasur një ndihmës maksimale. Qartë. Doktor Natale, ju sa shpesh dhuroni gjak vetë personalisht? Unë personalisht e duroj 4 herë në vit. 4 herë në vit? Po, që do 3 muaj, femra në periode para menopauza, para mbaron cikli, mund të durojnë 2 herë në vit, edhe unë, si për shembu, unë jam babaj 3 fëmijë, gruaja ime është shqiptare, edhe gruaja ime është duruese vullnetare të gjakut. Edhe djalin tim, edhe vajza, janë duruese, ma është diçka që nuk prek shëndeti. Unë ka dy gjëra për të treguar. Babin tim ka qenë duruese për të shumë herë, dhe babin tim ishte 0 negative, unë jam 0 pozitiv, edhe një herë pastaj tani nuk jeton, ka pasur një problemi, domethënë ulje hemoglobina, edhe ka marrë transfusioni i gjakut. Është herë e para, e unë e thashë babi, shikon, ti ke duruar shumë herë, tani është momenti që të marrësh. Pastaj ka një rasti tjetër, ishte një periudhë kemi bërë një projekt, ishte një vajzë që vuajtur nga talasemia, ka qenë sekretarja e shoqatën tonë, edhe ndihmon. Edhe unë durova rregullisht se një ditë të më tha, më duket të tani mora gjakun tuaj, më tha. E më preku shumë nga zemra, domethënë kjo, se realisht është diçka konkrete, kupton, se pjesa e jetën tuaj që shkon për të shpëtuar një person tjetër. Për të shpëtuar. Të gjithë personat, të gjitha grupet e gjakut mund të dhurojnë gjak, gjithë individët që kanë grupe të caktuara, se janë disa lloje grupe gjaku. Janë të gjithë për të dhuruar? Popullatën dhuruese kemi grupin predominues që është 0 pozitiv, ndiqet nga i pastaj me A pozitiv, B pozitiv, AB pozitiv, dhe pastaj me grupe që ne i konsiderojmë të ralla janë ato me rezus negativ. Ku 0 negativ futet tek 5% i popullatës dhuruese dhe prandaj thirrjet patjetër për këtë lloj grupi sepse u jep të gjithëve, është një dhurues universal, ndërkohë që merr vetëm nga 0 negativi. Dhe për këtë arsye, shpeshherë thirrjet janë edhe për grupe të veçanta, kur ne kemi pacient të cilët kanë këtë lloj grupi. Por kemi pastaj pacientët me talasemi, të cilët nuk e marrin gjakun të pajtueshëm vetëm sipas sistemit AB0 dhe rezus, por e duan të pajtueshëm edhe në sisteme të tjera antigjenike, prandaj që nuk mjafton ndonjëherë të jetë i pajtueshëm vetëm në këtë sistem, por na duhet edhe në sisteme të tjera, prandaj të thirrja jonë është e vazhdueshme në mënyrë që ne të kemi një sasi gjaku të konsiderueshëm për të gjetur atë grup gjaku që i duhet pacientit. Doktor Natale tha që tani mora gjakun tuaj, përveç se ndihmës që shpëton një çka kalon tjetër doktor derisa e përmendët. Nuk ka ndonjë ndikim tjetër që ndryshon gjaku, se dëgjoj histori shumë të forta njerëzish. Jo, mite ka kudo, por pikërisht është ai informacioni që ne japim, që të jetë dhe informacion profesional, pra të mos jetë një informacion i dhënë nga njëri tjetri, dhe secili duhet të flasë me eksperiencën e vet, por jemi në hapa shumë të mirë, të sigur, sepse qendra kombëtare e transfuzionit ka bërë hapa të rëndësishëm për sa i përket jo vetëm rritjes të dhuruesve, por gjithashtu duke krijuar një kulturë. Pra, ne tashmë jemi në çdo institucion me data zyrtare një herë në 6 muaj. Pra, ata që kanë mundësi të dhurojnë
6 mujorin e parë, por mund ta ripërsërisin. Sepse gjithmonë themi që dhurimi i gjakut përveç se shpëton jetë, por ka dhe benefite shëndetësore. Benefitet, për të cilat do të flasim më njëherë pas kësaj shkëputje të reklamave, për të folur se sa i sigurt është dhurimi i gjakut, kush mund të dhurojë, kush nuk mund të dhurojë, sepse ka dhe kategori njerëzish që nuk mund të dhurojnë gjak, dhe mbi të gjitha çfarë probleme shëndetësore mund të zbuloni thjesht teksa jeni duke dhuruar gjak. E sigurt është procesi i dhurimit të gjakut dhe cilat janë frikrat më të mëdha që ka njerëzit? Procesi i dhurimit të gjakut është në cilësi dhe në siguri maksimale. Pra, çdo person nuk duhet të ketë frikë për të dhuruar gjak, pasi setet janë një përdorimshe dhe që janë të mbyllura, nuk ka asnjë lloj risku për të marrë ndonjë infeksion, që është shumë e rëndësishme, pasi ne mund të dëgjojmë edhe frikra të ndryshme të dhuruesve tanë, sepse ndonjëherë nuk e dinë se si do reagojë dhe trupi i tyre. Por ne kemi disa këshilla që ju themi për para dhurimit, por edhe se çfarë duhet të bëjnë në bazë. Ajo që është më e rëndësishme është që ata të jenë të përgatitur shpirtërisht për ta bërë këtë akt, sepse natyra njerëzore është altruiste, por për mua ti jesh altruist do të thotë një mënyrë jetese që ti të ndash, të shpëtosh, ti jesh pak edhe empatik, pra të kuptosh se çfarë ndjen tjetri në një moment të caktuar. Dhe kur ti vendosesh në këtë lloj pozitash, patjetër që edhe qasja jote do të jetë akoma më e fortë, më pozitive dhe për të dhënë atë kontributin që është në fundit dhurimi i gjakut që dhuron jetë. Por jo kushdo mund ta bëjë këtë gjë, pasi ne kemi ato kriteret që të përjashton në mënyrë të përkohshme ose të përhershme nga dhurimi i gjakut. Mund të dhurojë gjak çdo person nga mosha 18 deri në moshën 65 vjeç. Kur unë gjithmonë u them ndonjëherë dhuruesve që a e kupton se sa jetë mund të kesh shpëtuar nëse ti e fillon në moshën 18 dhe deri në moshën 65 vjeç, kuptohet nëse ka një shëndet të mirë, që i bie me llogaritje 47 herë nëse dhuron të paktën 2 herë në vit. Kemi shembull konkret doktor Natalen që ka 30 vjet që dhuron gjak, 4 herë në vit. Dhe nëse dhuron po themi të paktën 2 herë në vit, i thon 94 jetë të shpëtuar gjatë gjithë jetës, që nuk është pak. Dhe ne duam që të krijojmë këtë zinxhir, pra dhurues periodik, sepse misioni nuk fillon vetëm me një dhurim. Aty fillon por nuk mbaron. Pra ajo do të jetë në vazhdimsi. Dhe nëse personi gëzon shëndet të mirë, që do të thotë nuk vuan nga ndonjë sëmundje kronike, nuk merr ndonjë mjekim që e përjashton në mënyrë të përhershme nga dhurimi i gjakut, por nëse për shembull ka persona që kanë përdorur antibiotika ato 2 javë të fundit, ka një përjashtim të qëndron 40 ditë në trup, kështu që. Po, nuk duhet të kemi persona që vuajnë nga anemia dhe paraprakisht bëhet një test që është matja e hemoglobinës dhe aty ne shohim nëse personi mund të dhurojë apo jo gjak, ku kemi vlerat referuese, për femra duhet të jetë 12.5 gram për decilitër e lartë, ndërsa për meshkujt 13.5. Pra nëse kalohet ky prag, atëherë janë të përshtatshëm për të dhuruar. Nëse do të jetë më ulët, atëherë ka nevojë për të bërë disa analiza shtesë për të kuptuar nëse kanë vuajnë nga një anemi ferriprive apo ka një shkak tjetër. Ndërsa ata që kanë hekurin shumë të lartë, është një mënyrë shumë e mirë për të mos rrezikuar sëmundje të tjera që lidhen pikërisht nga teprica. Shumë e vërtetë, sepse këtë bën dhurimi i gjakut, mban në nivele të shëndetshme depozitën e hekurit, sidomos tek meshkujt, sepse tek femrat e dim që për shkak të ciklit menstrual janë më të disfavorizuara për ta bërë më shpesh aktin e dhurimit, por meshkujt dhe studimet e shumta kanë treguar që nëse bëjnë këto dhurime në mënyrë periodike dhe të rregullta, mbrohen nga një sër sëmundjesh siç janë ato kardiovaskulare, neurologjike, ulet viskoziteti i gjakut, ulet pjesa e goditjes në trup, pra ka një sër që e mbrojnë. Përfitimesh, përfitime. Sa zgjat procedura e dhurimit të gjakut? Jo më shumë se 10-15 minuta maksimumi, sepse ne e mbajmë edhe mbasi ka mbaruar dhurimin të ri disa minuta shtrirë në poltron. Çfarë duhet të konsumojë, çfarë nuk duhet të bëjë personi atë ditë që ka dhuruar gjak? Ne rekomandojmë të konsumojë sa më tepër lëngje, të evitojë sidomos tani në verë pjesën e diellit dhe të mos kryej disa aktivitete për 2 orë, siç është për shembull të marrin me një herë automjetin. Pra ne rekomandojmë një ditë relaksi atë ditë, pra të jenë të qetë dhe kjo gjë
edhe me ligj është që ditën që dhuron personi e ka pushim, por nëse punon në institucione shtetërore ka dhe ditën e nesërme. Qartë, e të mos jetë i mërzitur dhe i stresuar, po të jetë i lumtur. Mjafton që ky akt që ai ka bërë vetiu çlirohet oksitocina, hormoni i kënaqësisë, kështu që po ishte me studim në fakt, ishte një universitet që krye një studim që rritet niveli i oksitocinës. Është e vërtet nga akti që ti bën mirë, dëshira për të ndihmuar. Janë hormone e kënaqësisë. Hormoni, po, i kënaqësisë dhe është me studim ish bërë në një universitet amerikan, pikërisht për rritjen e oksitocinës. Tani, kur flasim për termin mjekësi parandaluese e personalizuar, çfarë në kupton pikërisht ky term, që është pjesë e gjithë këtij projekti që ne po flasim, e sa e rëndësishme është për shembull për të bërë dallimin nga kontrollet që ne kryejmë vazhdimisht pra ne themi dhurojmë gjak, shpëtojmë jetë, por mbi të gjitha parandalojmë apo zbulojmë ndonjë problem shëndetësor tonin, sepse kryen një sër analizash apo jo gjatë këtij procesi. Po, nëse mund shtoj diçka sepse është një ndër objektivat kryesorë të projektit, në bashkëpunim me San Rafaelen, që kemi bërë një pyetësor të cilin japim dhuruesve të gjakut në momentin e dhurimit, me siguri është vullnetar. Pra të gjithë ato që shprehin dëshirën për të bërë pjesë e pyetësorit, plotësojnë disa të dhëna. Çfarë përmban pyetësori? Pyetje të ndryshme në lidhje me stilin e jetesës, në lidhje me dimensionet e personit. Pra janë pyetje shumë të thjeshta dhe bazinë në lidhje me historikun shëndetësor, nëse ke patur ose ke në familje dikë që ka një smundje, e gjëra të kësaj natyre. Pastaj ne kombinojmë përgjigjet e pyetësorit bashkë me rezultatin e analizave që bën qendra e gjakut dhe algoritmi i klasifikon persona që janë me rrezikshmëri të mundshme në një kategori të veçantë dhe pastaj bashkë me laboratorin Maggi Balkan realizohen disa analizat të tjera shtesë dhe këtu kemi një kuadër të përgjithshëm dhe nëpërmjet këtij kuadrit të përgjithshëm ne mund t'i japim një përgjigje personit që t'i drejtohet një kontrolli më të specializuar që bëhet pastaj nga mjekët e sistemit të shëndetësisë në Shqipëri. Pra, ideja jonë ka qenë kjo që nëpërmjet këtyre instrumentave, përveç se dhuruesit edhe personit nga aspekti shëndetësor që dhuron, t'i japim një diçka shtesë për të parandaluar rreziqet e mundshme shëndetësore. A do të shkojë drejt mjekësisë parandaluese sesa kuruese? Ishte një dëmë interesante, përse gati kemi bërë 20.000 pyetësore. Përmjet notorisë kjo bëjnë me privacy, me doktoresa nga qendra. Edhe ishe interesant dhe dhëna, përse kemi bërë një konferenca, tani ishte Federata Interkontare e Durimit e Gjakut, neve jemi pjesë, si që e FJODZ, ishte tani në 1 muaj, 2 muaj para, edhe ishe në dërë interesant, erdi një profesor nga San Rafaele, që bërë kjo analizën të gjitha pyetësore, për shembu, ishe 2 gjera, që për kjo do të bëj një lajmërimi për Shqipëria. Një ishte tendenca për obeziteti, ka ose gati 25% persone janë tendenca. Kjo nga ushqime, ndoshta jeta, ushqime keqe, do me thonë, edhe pas e pi cigare. Ishe një rritje, ka një rritje edhe për femra pi cigare. Edhe për kjo neve, kur bëjmë kjo lajmërimi për durimit e gjakut, bëjmë edhe si një kultura, si ka thënë doktoresa, është një kultura për një jeta me mirë, me shëndetshme. Për shembu, adje pyetësore ishen, për shembu, sa ere hani fruta, misurojnë dhe barku, cirkonferenca, kjo dhëna, pasaj na jepë një informacion e tepër, edhe për Ministre Shëndetësisë. Për të bërë statistikat cilat mungojnë për ishtë të vërtetës në vëndin tonë. Mund të bëjnë diçka një përandalimi vërtet, për shembu, kundra, përse obesitet e kreon pasaj problemi me zhvundje kardiovaskulare. Keni raste konkrete në ato që ne themi parandalim, pra përmes këti akti të dhurimit i gjakut, dikush të ketë parandaluar një sëmundje? Ne kemi para një Mike Shantona, që ishe një profesoresa, e ishe dhuruesët e rregullt të i gjakut, edhe nga filimi bërë pasaj një alarme, analiza, edhe ka kontroluar pasaj ishe filimi një
kancer e gjoksi, ka palandarua, tani është në pension, jeton akoma, edhe tregon gjithmonë nëpërmjet durimit të gjakut ka shpëtuar edhe për veten. Duke tentuar të shpëtosh jetën e 3 personave, ke shpëtuar dhe veten tënde. Kemi edhe rastet e tjera shumë interesante. Njerë me mora një quni, ka duruar gjak, e doli nga qendre, ka shkruar, përse ti ndoshta je mbartës i talasemi. Mbartës i talasemi tregon nuk është zmuru, nuk ka nevoj për gjak, ma ka një do me thonë hemoglobina, diferenca hemoglobina, ka në qofë se martoj me një tjetër persona mbartëse, mund të, edhe kjo ishte trembur, tha, mund ka jam me talasemi. Jo, kjo është një parandalim, se ti tregonë që je kur martohet do të bëjnë një analiza për edhe gruan e vetë, mos keni fëmijë me talasemi major. Për shembull, edhe kjo është një rasti konkrete, kur në Shqipëria i kemi shumë 8% e persona janë mbartëse, është një informacion me tepër bëjnë një parandalimi vërtet. Po thuhet në projekte dhe depistimit i hepatitit B, apo jo? Dhe sigurisht edhe sëmundjeve të tjera të transmetueshme. Pse këto sëmundje janë ende një sfidë për shëndetin? Sepse meqense përmendëm këtë mjekësim parandaluese, të bëjmë dhe një thirrje për personat që duhet të bëjmë patjetër kontrolle shëndetësore, analizash, ka njerëz që s'ka bërë kur analizën jetën e tyre. Po, është e vërtetë që na vijnë persona të cilët asnjëherë nuk kanë kryer asnjë lloj kontrolli mjekësor, sepse ecim gjithmonë me atë idenë që nëse ne nuk do kemi shenja, pra nuk do kemi dhimbje, shkojmë te mjeku vetëm kur jemi në fazën e fundit. Atëherë shkojmë. Por përpara viteve 90, ne kemi, për shkak edhe të kalendarit të vaksinave, për hepatitin B, që nuk është bërë në atë kohë, pra ka filluar pak më vonë nga 95-a, dhe kemi evidentuar që nëpërmjet dhurimit të gjakut ka pasur persona të cilët e kanë kaluar, por që shumica e tyre mund të kenë qenë asimptomatik, nuk e dinë se hepatit kanë kaluar dhe vetëm nëpërmjet dhurimit të gjakut ata e kanë marrë vesh që nuk mund të dhurojnë më kur gjak dhe më pas ne i shkruajmë edhe rekomandime se çfarë duhet të bëjë dhe ndjekjen që duhet të ketë në vazhdimsi. Pasi jo vetëm që dhurohet gjak, por gjaku i dhuruar ne i bëjmë një sër analizash. Pra është një paket e gjërave të analizave. Si që dhuron e kefalas që ka një kosto të konsiderueshme dhe ne jemi akredituar për analizat që bëjmë tek qendra e gjakut nga Komisioni Evropian, që ka ardhur na ka sjell mostra në mënyrë të pavarur dhe ne kemi çuar rezultatet dhe pa e ditur se çfarë kishin këto mostra dhe kemi marrë pikërisht pikët maksimale. Dhe kjo është një standard ku ata janë shprehur shumë qartë që gjaku i marrë në Shqipëri është 100% i sigurt. Dhe ne ofrojmë përveç kontrollit për antitrupa të parregullt antieretrocitar, bëjmë grupin e gjakut me të dyja metoda direkte dhe indirekte. Gjakun total, pra grupi patjetër analiza. Po, faktorin rhezus, pastaj bëjmë disa parametra bioklinik që janë shumë të rëndësishëm, siç është kolesteroli, trigliceridet, proteinemia, kreatinemia, pra një paket sepse ka persona të cilët nuk e dinë që kanë një kolesterol të lartë apo trigliceridet. Pra ne nëpërmjet këtyre analizave u japim dhe rekomandimet e nevojshme se çfarë duhet të bëjnë ata në vazhdimsi. Sepse e rëndësishme është që ne ta mbajmë të dhurues, nuk është... Kjo është një stimul në fakt për dhuruesit, pra ata që na ndjekin, ju bëhet paketa e plot, dhe ato që nuk mund t'i bëni do dhe në laborator, se edhe kushtojnë në farë mënyre, agent efektiv për shemb, nuk mund të shkojë të bëjë kushdo person, vetëm kur ka një indicje, po themi në shëndetin e vet, që është hepatiti B, C, HIV-i edhe sifilizi, që është shumë të rëndësishëm për pjesën e sigurisë së gjakut dhe që testohet çdo njësi e dhuruar. Po. Të prekim një mosh që për shembull mosha 40 vjeçare, cilat janë analizat që duhet të kryej një grua në këtë moshë? Meqense këtu fillojnë edhe pak a shumë problematikat shëndetësore, luhatja hormonale me radhë. Patjetër, po për pjesën e dhurimit të gjakut, e rëndësishme është që mos i kemi anemike. Pra paraprakisht ato të kenë bërë një feritin, një gjak komplet, që janë më të zakonshmet për të parë nëse kemi ndonjë mungesë apo jo, sepse her pas here, duke qenë se depozita e furnizon, po themi, kemi një vlerë normale të hemoglobinës, por duhet parë pikërisht se sa është kjo depozit që tregon dhe nivelin e 3 muajve të fundit. Pra për pjesën e dhurimit të gjakut, pastaj patjetër që analizat e check-upit që i përfshin, është një kontroll që duhet ta bëjë çdo person, jo vetëm në moshën 40 vjeç. Kur fillojnë rregullisht një check-up
në cilën moshë duhet fillojnë? Check-upi shtetëror e ka në moshën 35. Po. Por që do ishte mirë që në çfarë do lloj moshe kontrolli duhet të jetë. Pra mos prisni simptoma apo shqetësime për të bërë një kontroll. Është më mirë të parandalosh se sa të kurosh. A po shkojmë drejt mjekësisë parandalues, a duhet shkuar nëse do të kishit mundësi të investonit diku, do investonit tek një mjekësi parandaluese apo tek një mjekësi kuruese? Unë mendoj se shëndetësia është parandaluese më shumë. Do të investoj, përse kushton me pak. Kur ti zbulon diçka, për shembull tendenca për hiperkolesterolemia, mungesa e ekuri, janë disa gjëra që mund ta korrigjojnë. Gjërat e tjera ndoshta nuk kemi mundësi, ne kemi në dorë shëndetin tonë. Eksperienca është pozitive, përse shumë njerëz se ka marrë informacion. Për shembull, një raste ishte një prifës ka duruar, më morën telefon, ishe dalë pak me do më thënë tendenca për pesha. Analiza ishe shumë mirë, edhe më përqëpë, se erdi sa që do bëj unë për, do më thënë, kjo projekt i ka fituar, do më thënë, kjo interese nga persone durën gjakë, që janë persone normalisti i mirë, përse, që janë me shëndet që gëzojnë shëndet të plot. Ka shëndeti plot, sa i dim neve, për shembu, nuk bujtë nga tensioni, smundje veçante. Ma kjo është një parandalimi me tepër, kuptonë. Duke nisur nga profesor Rolandi, me qënë se kemi ditën botërore të dhurit miqek, do doja nga një mesazh përfundimtar për qytetarët. Aq më tepër ju që i përkisni dhe fushës akademisë, sa të përfshira duhet të jenë institucionet arsimore, shkollat, për ta nisur që aty këtë kulturën shëndetësore, por edhe këtë kulturën e të dhuruarit vullnetar të gjakut. Po, në fakt ka qenë edhe një objektivi projektit, sensibilizimi që në moshën e hershme. Ne kemi bërë sensibilizime në fund të 9 vjeçarit, pra klasa 9 dhe pastaj gjimnazet, dhe absolutisht se në universitete. Në universitete periodikisht organizohen sesione dhurimit. Unë personalisht për shka që i kam zbuluar në fakt nga hera e fundit që kam dhuruar gjak, nuk mund dhuroj gjak, por ka qënë... Pra, për mes dhurimit keni zbuluar dhe ju në një problem që nuk mund të dhuroj, nuk është asgjë shqetësuese, është krejt një diçka shumë e vogël, por që fal analizave ekstremisht të detajuara që ka bërë qendra, që në fakt më parë nuk e dija, që nuk mund të ashtu. Dhe në fakt jam dirë jo mirë, sepse është një gjest që thjesht të jep kënaqësi, nuk të pengon asgjë, nuk të shkakton asnjë problem. Si kështu dhuroni sa më shumë, sepse është me të vërtetë përveç se një gjest fisnik, është edhe një gjest, edhe është një veprim që të bën mirë edhe ty në aspektin shtetësor. Po, e fundit për doktore Shvjolon. Edhe unë dua të falenderoj të gjithë dhuruesit në këtë ditë të veçantë që është 14 qershori, të cilët kanë bërë të mundur që të shtohet ky zinxhir i jetë shpëtues dhe fal tyre ne japim shpresë tek persona të cilët nuk e kanë këtë mundësi. Faleminderit. E fundit. Unë ka edhe një dhuratë për juve. Faleminderit. Se kjo ishte një bluza që kemi bërë për 20 vite e durimit të gjakut. Shpëtojmë jetë. Shumë faleminderit. Faleminderit. 20 vite shpëtojmë jetë, organizata e dhuruesve vullnetar të gjakut. Bashkë me kapelen, me simbolin e ripresës, me këtë projekt që ka zgjatur 36 muaj apo jo, dhe që ja ku jemi në këtë ditë për të folur pikërisht për gjithçka që ky projekt ka bërë në këto 3 vite për të ndihmuar personat të cilët kanë nevojë për gjak dhe për të stimuluar dhe për të rritur sa më shumë dhuruesit vullnetar të gjakut. Shumë faleminderit. Në ditën botërore, sigurisht, ku mund të vinë, ku mund të drejtohen dhe njëherë, keni aktivitetet datës përkatëse? Po, 14 qershori bie diel këtë herë, por mund të dhurojnë kudo që ata të kenë dëshirë, mjafton të na shkruajnë, qoftë nëpërmjet aplikacionit Unë Dhuroj, qoftë nëpërmjet rezervimit të Albania, por mund të vinë te qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut dhe në çdo bank gjaku që është pranë çdo spitali. Dhuroni gjak, shpëtoni jetë. Kemi një aktivitet i qytetit? Po, në 13 qershor ne jemi në Pustec, ku do të kemi dhe flakën e dashurisë, një simbol për solidaritetin dhe që do ta realizojmë në kuadër të pikërisht për ditën e 14 qershorit. Shumë sukses. Faleminderit që ishim prezente në Rrezë Dielli, faleminderit dhe juve për vëmendjen.